Sa afërmi pritet që çështja e Erion Veliaj të diskutohet sërish në gjykatën e lartë, ku i pandehur në detyrë kryetari i Bashkisë Tiranë ka kërkuar zëvendësimin e masës së sigurisë. Në 2 ditë rresht, pra dje dhe sot, menjëherë ka filluar sulmi mediatik, ashtu siç CNA e ka përmendur në shumë raste. Sapo ka një vendim gjykate për të shpallur apo një seancë për të zhvilluar mediat e Erion Veliaj, kryesisht shqiptarja Carlo Bolinos dhe tema e Merobazes, fillojnë sulme ndaj drejtësisë. Janë aq fantastik në llojin e tyre, sepse vetëm këta mund të krahasojnë të pakrahasueshmen dhe gjithçka ta lidhin me Erion Veliajn. Për të justifikuar që se kanë personale vetëm me Erionin, marrin edhe Ilir Metën në mbrojtje, i futin edhe Ilir Beqjan, kanë frikë të përmendin Berishën, por harrojnë dhe shumë të tjerë. Së pari, harrojnë që tezat që përdorin nuk kanë lidhje dhe paralelizëm me Erion Veliajn. Erion Veliaj nuk është në burg për qef dhe sistemin nuk e kontrollon opozita, as po themi se e kontrollon qeveria në përgjithësi. Është mazhoranca, është Partia Socialiste në pushtet, e ka bërë reformën, e kanë votuar të gjithë bashk. Këta sillen sikur në pushtet është Partia Demokratike dhe Erionin e ka futur në burg Sali Berisha. E krahasojnë me arrestime në SBA, me burgje, me persona të dyshuar për terrorizëm, me çështje prokurorësh të ndryshëm që s'kan asnjë lidhje me rastin e Erion Veliajt. Thjesht dhe vetëm se janë disa persona që kanë dalë të pafajshëm, por ka me 10 persona të dalë të pafajshëm nga Spaku, ku ka shumë persona që u është pushuar akuza. Ka shumë zyrtar përfshi këtu kryetar bashkish, të cilët janë shpallur të pafajshëm dhe zyrtar të tjerë që janë shpallur të pafajshëm. Rasti i kryetarit të Bashkisë së Devollit Eduard Duro dhe Jonaid Myzyrit, që kërkoi pushimin e çështjes në Spak, por nuk i krahasojnë me ato, por e krahasojnë me ato jashtë. Jo po Veliaj proceduralisht kështu, po nuk u njoh me atë, po u njoh me këtë, po rrezikon drejtësia e re, një sulm banal ndaj drejtësisë dhe më spektakolarja e tyre është se për gjithçka i drejtohen Spakut, nuk merren me gjykatën. Në fakt, vendimet në Shqipëri i jep gjykata, nuk i jep Spaku. Në burg nuk të mban Spaku, nuk mundet. Spaku ngre akuzën, në burg të mban gjykata. Dhe sa për tezat e tyre që ka pa drejtësi, si ka mundësi që këta megafon të pushtetit, megafon të Erion Veliajt, nuk shqetësohen për veprimet e policisë së shtetit dhe prokurorive të rretheve, të cilat kanë mbushur burgjet plot e për plot, nuk thon asnjë llaf, thjesht dhe vetëm e përdorin për ajër Spaku, drejtësia në emergjencë, që hyri sipas tyre në momentin që u arrestua Veliaj, se deri para një viti pa u arrestuar Erion Veliaj, nuk ishte në emergjencë drejtësia, nuk kishte akuza politike, nuk e thoshnin këtë qëndrim për Ilir Metën, nuk e thoshnin këtë qëndrim për Sali Berishën, nuk e thoshnin këtë qëndrim për Ilir Beqajn, nuk e thoshnin këtë qëndrim për Arben Ahmetajn. Nuk e kishin këtë qëndrim për asnjë nga zyrtarët që u arrestuan, që qenë në kërkim apo të akuzuar për çështjet penale. Çdo akuzë ndaj drejtësisë dhe çdo sulm me shkrime që të bëjnë për të qeshur dhe të tregojnë mercenarizëm të pështirë politik, filloi ditën që u arrestua Veliaj dhe jo vetëm nga ata të dy, se ata të dy as ja vlejnë. Mjafton të bësh një sondazh ti pyesësh shqiptarët dhe del se sa është pesha e tyre në opinionin publik, se janë kthyer në zëdhënës të një zdromsi që ndodhet në burgun e Durrësit. Thelbi është shumë i thjeshtë. Thelbi i çështjes është këta akuzojnë në momentin që ka gjyqe. Këta shkruajnë për këtë çështje në momentin që ka gjyqe Erion Veliaj. Këta shkruajnë për këtë çështje duke hedhur poshtë drejtësinë në momentin që u arrestua Erion Veliaj. Këta janë të provuar me dokumente zyrtare se janë të paguar nga Erion Veliaj. Këta janë të provuar me fakte zyrtare se këta janë përfitues nga detyra që ka ushtruar dhe vazhdon të ushtrojë Erion Veliaj. Kjo është e vërteta, asgjë më shumë se sa kaq. Kjo është fytyra e Carlo Bolinos, kjo është fytyra e Merobazes të kthyer në ushtar të paepur të Erion Veliaj kundër drejtësisë. Dhe asnjë nuk shqetësohet për qytetarët siç tha më lart, për veprimet e policisë apo të prokurorive të rretheve që i kanë mbushur burgjet plot e përplot me individ për çështje krejt banale, për shkak të presionit dhe egërsisë që tregon pushteti që i shërbejnë pikërisht Merobaze dhe Carlo Bolino. Mjafton të krahasosh pasurinë e tyre ditën që ka ardhur në pushtet Partia Socialiste me pasurinë që kanë sot, ti marrësh në tatime dhe në QKB me deklarimet që bëjnë. Nuk po merremi me ato mbi dorë në dorë, ose e kupton thjesht se si këta individ janë kthyer në makineri të propagandës së pushtetit dhe janë gati të dalin lakurish të llahtarisin e të tmerrojnë dynjan, thjesht dhe vetëm për të shërbyer zdromsve në burgun e Durrësit, duke sulmuar drejtësinë.
Nuk është se drejtësia nuk ka probleme, por ta sulmosh për llogaritë të njeriut që ka 13 akuza të rënda penale, ta sulmosh këtë drejtësi të cilës dje ke ngritur lavde që ka kapur disa të tjerë i ka futur në përburgje, po këta të tjerë s'duhet i fut dhe kur kjo i ndodh Erionit, boboc na ndodhi. Prandaj jemi përballë një fakti që po sulmojmë drejtësinë në mënyrë të vazhdueshme në momentet kur ka gjyqe për të ushtruar presion ndaj gjykatave, ashtu siç bën edhe avokati i pandehur Plaren Dreca. Një marrje pandalshme që nuk është parë nuk është dëgjuar më parë vetëm mediat e Erion Veliajt dhe Erion Veliaj apo avokatët e tij janë të këtij stili, duke ja tejkaluar edhe formatit të Berishës. Ndoshta janë shumë më keq akoma se sa ka qenë Saliu përballë drejtësisë atëherë kur medje dhe këta propagandistë, të cilët fërkonin barkun dhe lavdëronin drejtësinë kur godiste Berishën, kur godiste Metën, kur godiste ata të cilët Rama urdhëroi se kishin gabuar që kishin ngrënë dardha pas shpine. Dhe gjithçka ndryshoi vetëm kur arrestua Erion Veliaj. Këta janë jo thjesht dhe vetëm të pandalshëm, nuk janë të çmendur, se të ishin të çmendur kollaj ishte ajo punë. Problemi është se ata janë gati të shërbejnë edhe si shkatrimtar të asaj betejë që po bëhet me korrupsionin në Shqipëri, duke u bërë bashkëpunëtor në mbrojtjen e të akuzuarve për afera të rënda, të cilat vazhdimisht do të jenë të pushtetit që mban rilindja prej 13 vitesh. Problemi është se si do bëjnë këta dhe si do zgjidhin këto halle, kë do mbrojnë më parë, se që Erionin sa më shumë e mbrojnë këta, aq më keq i shkon çështja, tashmë është e qartë. Problemi është me të tjerët, si do bëjnë vallë.